E kam diskutuar edhe më herët, në fakt e kam paralajmëruar bisedën të cilën do ta diskutojmë sot në studio, pra do të flasim me autorën e librit, në fakt me autorën e shumë emisioneve dhe po ashtu edhe në cilësinë e autorës së librit, sot ka ardhur në emisionin e mëngjesit, Gjejlane Tërbunja, apo ndryshe qysh e njeh edhe si Gjeki, sa ashtu edhe mu prezantua në fillim një herë si erdh në studio, kështu që është kënaqësi me diskutu për librin, asgjë s'ka ndryshuar bashkë me të këtu në studion e emisionit mëngjesit. Mirë mëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirë mëngjes Agnes, shumë kënaqësi me ardhur në KTV, për ndryshe na që jena rrit në kohën e KTV-s kështu. KTV-ja gjithmonë ka pas një program shumë artistik, edhe e majnë men që ndonjëherë përcjellsha tepër vonë edhe sport, se atëherë kërë kom qenë e vogël përcjellsha NBA-n, ajo vonë shumë natën vonë, për ndryshe Allo e plot seriale e filma të mirë, i ka shfaq KTV-ja, e jo më falenderuese, se unë si aktore, edhe atëherë menoj që ka pas ka pas ndikim do të thotë edhe për ju, po, më vjen mirë. Gjithashtu edhe mua dhe është shumë kënaqësi që po ju takoj, edhe është kënaqësi që po arri me bisedu me ju, në fakt edhe me tregu ma tepër edhe për botimin tuaj të parë, që është asgjë s'ka ndryshuar, përndryshe disa informata që i mora, do të thotë është një libër me poezi, po që poezi slenga në... Po, është ma shumë kështu të qysh na flasim, qysh na... Edhe kom vrejt që për shambull në natën kërë pata promovimin, disa prej kolegëve të mi, ose njerëzit që patën mundësin me dalë me ledzu, kishim problem me ledzu fjallet të cilat na në përditshmëri i flasim. Po kur janë të shkruajtur në ashtu, se di pse është problem me... Jena mësu me ledzu në letrare. Po, edhe... E rëndësishme që po lexojmë, e rëndësishme që kanë marrë pjesë në promovim, kanë qenë afër jush në këtë kohë kaq të veçantë, urime për ndryshe edhe për librin, dhe na tregon çysh u ndjet në natën e promovimit, pastaj kthehemi tutje tek shkrimi këtyre poezive. Nata e promovimit ka qenë një hallakam e bukur, e këndshme, me plot ngrohtësi. Ka pas njerëz qash shumë, sa që nuk i zike lokali, edhe jo më ndi qash mirë dhe si kur që thashtë edhe në promovim, fakti që kanë ardhur gjithë ata njerëz, edhe ajo u përkthejke natyrshëm në kujdes edhe në dashni, edhe jo më ndi shumë mirë. Madje atmosferën që e krijojnë kolegët e mi aktor është një tjetër lloj atmosfere që krijohet zakonisht në mbledhina të tilla, por menoj që kom flajt shumë mirë. Me zemrën plot, përmbushur. Një lloj përmbushje të cilën e ke dashur dhe e ke kërku, ka qenë në këtë botim? Nuk është që kom kërku ose që kom ditë me e kërku. Ajo erdhë natyrshëm, se disa gjana s'munësh me i para menu. Por që jo me u befasu, që me thonë, po më ka ardhë diqysh sikur paprit krejt që ajo. Po pse vendosët me botu këtë libër? Ke shkrujt poezi ko pas kohë, e keni lexu dikojnë, keni shfaq me njerëzit, ta dha dikush si ide, ishte ide jotja? Drejtë me thonë, shumë shpesh njerëzit më kam pyet ku mune me mi gjetë poezit e tua. Dhe unë ju thësha, po që në rjetës sociale, se unë i postojsha atë. Jo, kështut ku mi gjetë, mi lexu njënën mas tjetërës. Unë së shqesha vetën si naj poetë dhe më vike marë dyqysh me thonë me bo liber. Po t'i printoj, e merë. Edhe erdhë një moment kur që shumë njerëz kërkojshin që me e pas, edhe thashe, hej, kjo punë qenë ka serioze. Edhe unë për një me i kam shkrujt disa poezi të cilat, po dash kam i mledhë dikon. Si përfundim, Beni Apolloni, të cilin e kam edhe shok edhe kolegë prej kohësh, më tha, Gjeki bre, hajde të na, hajde bre të na, këta e ka një shpi botuse, Bard Books, Aga Apolloni, vlau e ti, edhe kështu që vendosa me au qu poezit, edhe një ditë prej ditëve, veç libri u bo. Edhe unë djetë, mirë? Kemi pas probleme, dire sa ka doa libri, se nështë ta unë jom pak... Detajiste. Kërkuse detajiste e ku e dion, por që
ka dalë ma në fund. Edhe si përfundim, çka kënë komentet që i marët? Edhe arritet i me ledzu krejt botume dhe me i ledzu poezita jo? I kom ledzu, po jo me njëherë masi që e kom marrë librin në dorë. Njëherë, me thonë ja 2 ditë hitë se kom qelë, veç e kom këshyrë, kështu kopertina. Mirë po duket. Ma ndi kom hi me halakat ka pak kështu si prej largat, prej tutës mos po. Por e kom ledzu dikur. Po krejt e kom ledzu. Komentet që i morën pastaj? Kanë qenë shumë të mira. Njerëzve ju pëlqen poezia jame. Nështë sepse flet direkt me... Po, nëse munde me undalë. Unë e di që njerëzve ju pëlqen poezit. Njëra ndër to jam e dhonë poezit e tua në këtë rast. Po, çka më pëlqen është edhe mënyra që shë transmeton, që shë lexon, dhe shumë mendoj që këto poezi lidhen kështu dhe një personifikim taman i juaj. Ndoshta me e lexu dikush tjetër nuk dia kish dal kaq mirë, kaq bukur. Interpretoni shumë mirë. Shumë faleminderit, shumë komplimenti mirë. Po, nështë edhe që kjo, unë kur shkruj që ashtu që është e ndjej dhe që është e manifestoj unë mrena, edhe që ajo është shumë e natyrshme. Për që to menoj që njerëzve ju pëlqen se komunikojnë që ashtë lehtë me ta. Por ky libër, se po duna me e cek në vazhdimsi, i ka veç një numër të caktum të poezive të cilat janë të ndoame deri para 4 ose 5 vjetëve kur kom shkrujt, ndërsa ato maz i kom mbledh dikun të cilat menoj që vitin tjetër kom i bo në një libër tjetër bashkë. Ishte e vështirë botimi i parë se ta është e dytë, s'ka kushenal. Që ashtu edhe më thojshë njerëzit se më thojshë ashtë adin, më vike marë që po të thamë, me bo liber, se s'po muj me qujtë vetëm poete, ta është njerëzit që po më thojnë, sepse kur ndodha në një festival të poezis në Prizren, aty po është poetat e vërtet, edhe shumë më ndisha e intimidume, ofër tëne, po me gjitha të pa ta kalu shumë mirë. E tash kom fillu pakës me e pranu këto, pakës. Me e marë. Edhe nështë ta prej komenteve të njerëzve, që... Adin që është një farë pune që njerëzit thonë s'ki vetë besim. Unë kom vetë besim, por jo ndësane disa fusha në të cilat unë thomë së është fusha jame, edhe tani le ta bojnë ata që jo në fushën e vetë. E kështu jo më ndi në lidhje me poezin. Komendu që së është fusha jame, e boj veç për sa me nëzirë jashtë ato që unë po manifestoj. Por si duket pas kam hyrë. Pas ka në furë, pas ke qenë. Disa prej poeteve si Vlora Konushevci, Vlora Ademi, Sibeli, Halimi, po më thojnë mirë se erdhe në botën tonë. Edhe unë tash po kuptoj që pas kam hyrë dikon në botën e tëne. Vlora Konushevci, po, kështë e bërë edhe një përmbledhje tua janë të libret mirë kështo me vlerësu ndoshta, ju tha që keni vetë besen, po si dhe qovë vlerësime ndoshta shpesh herë presim edhe prej të tjerve. Ndoshta nuk kemi mësu me vlerësu shumë vetën e me folkat shumë për vetën. Mirë, edhe kështu ku shkruan edhe flet dikush për ty. E vërtet, po shumë është mirë. Sidomos komentet e njerëzve të cilët janë profesionist edhe të cilët janë njerëz që për ty kanë rëndësi edhe kanë vlerë, sigurisht që janë shumë të rëndësishme. Kujt i ke shkrujt në këtë liber? Kujt janë dedikuar? Kush është audienca? Do të për çka ke shkrujt? Edhe unë s'munde me të lëshu prej studios pa e ledzu, po sigurisht edhe unë e spritoj. Edhe unë përdërzoj tash librin, se ma dje a më tha që është kopja e vetme. Po kjo është kopja e vetme që unë e kam. Që kam vetë tash. Të gjitha të tjerat janë shit, edhe po shpresoj që shumë shpejt e ribotojmë. Poezit të cilat janë këtu i dedikohen shumë njerëzve. Unë kryesisht këtu shkruj për dashnin, por shkruj edhe për duburit të tjera të shoqënisë tonë, të cilat na munojnë gjithë ditë. Ka këtu poezi edhe për gruan, ka poezi edhe për jetën, edhe për njeriun dhe problemet me jetën, gjithë qka ka këtu mrena.
Po se di qa po keni qef me ju lexu sot. Mëngjesis, po di për çka e don. Për mëngjes, diçka. Diçka pozitive, me shpresë. A ka të tilla? A ka diçka me shpresë? Të shohim, krejt varet në çfarë situate, në çfarë faze, në çfarë momenti ka qenë edhe mysafirja në atë kohë dhe shkrimin e poezinë që e ka kriju, që e ka shkrujt, ka shegjen. Ka për këtëne komenteve që njerëzit po thonë që poezit e mija janë shumë erotike. Mu së më duken qaq erotike, janë erotike, por nuk më duken qaq erotike. Me gjithato, jeta jonë silët adin energjia e njerëjut, botën e manë erotizmi, do më thonë, nësë mune me mu qu prej gjumit, pa e ditë që po na dënë dikush, apo dojmë dikona, po pëlqema, po përqafeme me dikona. Me qënë se përmendet që këtu poezi janë, do të thëtë, që i kënë shurë para 3-4 vjetëve, dhe të tjera do të mbese në një botim të radhës. Gjatë kohës, kër e ke lexu librin pastaj, pas e botove, e pe një ndryshëm të vetja jo, kishë ndryshu, do çka pas na shkrujt, çka pas na pasë në këtë moment, a diçka jo? Me qenë se këto poezi më sillën në vazhdimsi në ndërdur, edhe i kam lexu edhe në për emisionet të tjera, por edhe i kanë shpërndua njerëzit me qenë se i kam pas në rrjetet sociale, kanë qenë me mu në vazhdimsi, s'jom distancu qatë shumë për me mujtë me kriju tani atë me ditë se a ka dallim. Por me gjitha to, e ndjej që kom rritje në shkrim, sepse poezit e fundit që i kom shkrujt, e ndjej që janë pak ma të pjekuna. Edhe ma profesionale, ta është aman në fushka i. Hajde, po e lo hapësirën me lexu. Nëse veç që ke bo përgjidhja. Okej. Kjo është një poezi që ka emrin Kallëpi. Ja kemi nevojën njani tjetrit. Bashën këtë kohë kur shkronjat i merë era, përthithën nga vrimat të zeza, e kur fjallë të hajrit kush s'din me thur, se kujt mjaftushëm shpirti si ndryqoj. Ja kemi nevojën njani tjetrit bashën këtë kohë, kur buza buzën e këthen nga kullnaj, e trupi gjymtyr të veta nuk i njeh ma, sepse zjarë mjaftushëm kur nuk pat kush. Bashën këtë kohë, ku dhëmbin kur se ka fshën, Kallëp s'ka askush për askënd. Unë kam nevoj me u palun ty, e me ni veç zanin tënd. Se qenjes teme, veç qenja jote i vjen taman. Sa e mirë. Faleminderit shumë. Sa e mirë edhe e ka këtë konotacionin pozitiv. Po besoj i flitë dashuris, por edhe tutje edhe ma tipër, jo vetëm. Që do të lexoj edhe një tjetër. Të regon për nevojën e njëri tjetrit, e sidomos në këtë kohë. Për që to po thom, edhe para disa vjetëve në një intervist, kur kom qenë, më pyti dikush, tha, pse ti po shkruan për dashnin? Thash se s'ka. S'po ka. është të çuditshme që njerëzit kanë fillu me u bo shumë vetjak, kanë fillu me u friksu prej commitment, për me qenë, të përkushtuar në lidhje. Me u përkushtu në lidhje dhe me qenë bashk, kanë fillu pak me... E kjo po më frikson në fakt, por menoj që këto e ka shkaktu edhe që kjo telefon që e majmë dorë non-stop, edhe teknologjia, rrjetet sociale, sepse kemi shumë shok edhe shoqe aty, edhe menojmë që nuk jemi vetë, e në fakt kur ma vetë s'kemi qenë. Edhe kjo është arsyeja sepse na menojmë që kemi shumë zgjedhje. Kemi mundësi me zgjedh çka do, ku do, qysh do. Para disa ditëve bile, një person ma dërgoj një video të njenit që kish folë kështu si lloj TED Talk,
një bisede para 18 vjetëve a diçka e tillë, ku ai thoi që bota jon është e mbushur me shumë zgjedhje. Don me ble një telefon, i ki 17 lloje të telefonave, don me ble një televizor, i ki 18 e kështu me radhë. Nisoj që ka sipas tij edhe me partnerin kur e zgjedhim, edhe me dashurin, sepse ki zgjedhje sa të dush, edhe mundesh me zgjedh. Por unë nuk menoj ashtu. Sigurisht që ka zgjedhje sa të dush nëse këshyr. Po në anën tjetër, jo të gjithë janë ata persona që kanë me të flajt ty në shpirt, ose kanë me të përshtat, ose që kime dasht kur i qelë syt me e pash atë person. Ma ndi ka prej komenteve të atilla që njerëzit thonë që dashnia nuk po zgjahet ma shumë se 3 vjetë, sepse veç që ajo egzaltimi i fillimit edhe i njohjes është krejt që ajo, por unë menoj që as kjo nuk është të vërtet. Unë menoj që njerëzit e dinë kur e takojnë një person të cilin kanë me e dasht, edhe që kanë me dasht me e kalu krejt jetën. Dashnia nuk është veç ato flutrat që na i menojmë që janë, por është diçka më e madhe, është diçka që ti kime pa qatë person, kime e dasht çdo ditë, ndoshta ndryshe, po dashnia gjithmonë ka me qenë që aty. Na nuk e durojmë as vetën në i herë, e lemon një tjetrin, edhe është në regull, ka njerë me të shku nerva partnere, kështu që për pak sen nuk bën me prish lidhjen më në jonë, por veç sen e të mdoja të cilat nuk durohen edhe nuk tolerohen, ato nuk duhet me i duru askush edhe sigurisht që duhet me prish lidhjen në vërasta. Faleminderit për mesazhin që e përçuve, në qofse zgjidh edhe një poezi tjetër, unë po e pres me dëgju. Edhe me këtë poezi, pastaj e përmbyllëm edhe intervistën e këtij mëngjesi bashkë me Gjejlanën dhe tutje pastaj kalojmë edhe tek lidhja direkte cilën do ta kemi me tonën vetëm pas pak minutash. Është një poezi që shumë e du gjithashtu, që ko emrin kam kuptu. Se çdo ditë kuptoj diçka. Para se me ardhë këtu, e pash një gru që ishte e pa shtëpi, e rrugës, e cila i ushqente disa plumba. Edhe thash, e postova me një herë, rrugës të ardhë këtu, edhe thash mirë mëngjes bot, edhe çdo ditë po kuptoj që bujaria shpeshherë nuk vjen prej njerëzve të cilët kanë me bollëk, po prej atyre duarve që kanë aq sa falin. Edhe shumë bori përshtypje që Uroj që njerëz të tillë të shtohen edhe më shumë. Inshallah. Kam kuptu që në verë, diellit ja du veç lindjet dhe perëndimet. Kam kuptu që njerëzit bëjnë dashni edhe pa qenë të dashunum. Kam kuptu që njeriu është krijesa më mizore dhe më e butë në tokë. Kam kuptu që kur vdes dikush nuk qajmë për ta, po për mungesën e tyne në jetën tonë. Kam kuptu që asë një dhimbje nuk zgjat për gjithmonë, ashtu sikur nuk zgjat as lumtunia. Kam kuptu që nuk mundem me e lëndu njeriun me vetëdije, por me vetëdije mundem copash njeriun gjithashtu me e bëha. Kam kuptu që lamtumirat nëjherë nuk kanë fjallë, veç për qafime. Kam kuptu që njeriun e lumtunon lumtunia tjetrit. Kam kuptu që njeriu është qenje e friksueme në palcë. Kam kuptu që asë një histori dashnie nuk nis e asë përfundon një lloj. Kam kuptu që me u rrit dham. Kam kuptu që çdo ditë mund të kuptojmë diçka të re. Kam kuptu që nuk mund të kuptoj çdo gjë. Kam kuptu që dëshira me jetu është më e madhe se vetë universi. Kam kuptu që dashnia bën me e humbë vetën. Kam kuptu që dashnia bën me e gjetë vetën. Kam kuptu që dashnia është përgjigja për çdo gjë. Sa e mirë. Faleminderit shumë për këto emocione që na i dhurove këtu në studio në këtë mëngjes. Uroj që sa më shpejt të vish edhe me botimin tjetër, me librin tjetër, dhe të kesh sa më shumë audiencë, lexues dhe kërkues të librave të tu. Shumë kënaqësi që të pata në studio, që arritëm me bisedu pak çaste. Shumë faleminderit edhe ty, Agnes, ke shumë kënaqësi ky mëngjes me nis kështu kaq bukur. Faleminderit.